Gjykata e Vlorës ka lënë në burg 32 vjeçarin Bertil Alliaj, i cili qelloi për vdekje me 5 plumba kushëririn e tij Dalan Alliaj disa ditë më parë. Gjatë seancës autori ka pretenduar se nuk është në gjendje të flasë e të japë shumë shpjegime për krimin, duke përsëritur kështu të njëjtën deklaratë që i kishte dhënë edhe oficerëve të policisë pak pas arrestimit. Bertil Alliaj u arrestua më 2 nëntor në një zonë malore në fshatin Gjorm, por arratësia e tij zgjati vetëm 5 orë e më pastaj u arrestua nga policia, e cila kishte vënë në dispozicion edhe dronët inteligjent, teksa vazhdimisht i bënte thirrje për vetëdorëzim. 32 vjeçari cilësohet nga policia si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai ishte shpallur në kërkim për vrasjen e 3 të rinjve në vitin 2015, në atë që njihet ndryshe si masakra e Çoles. Gjykata e Vlorës e kishte dënuar me 35 vite burg në vitin 2016 pikërisht për këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë që prej ngjarjes së ndodhur në vitin 2015, ai ka qenë i fshehur dhe sipas policisë lëvizte me pasaportë kosovare.